trajtohen me meritokraci të gjitha promovimet. Dhe jo në të gjitha institucionet e vërësisë. Andaj jeni futur. Andaj jeni shtrirë, vetëm për të shfrytzuar dhe zhvadhur. Ne do vazhdojmë, nuk kemi asnjë mundësi tjetër, nuk kemi asnjë mbështetje as nga shteti jonë. Kështu që ngelet vetëm dorë tonë. Do rezistojmë, nuk kemi çfarë bëjmë. Po të kishim ndonjë mbështetje, ndoshta do kishim marrë ndonjë zgjidhje, por ju e shikoni vetë sa ditë po zgjat. Problemet shëndetësore po shtohen. Çfarë të bëjmë tjetër? Dolëm që ne jemi tuaj edhe në vendin tonë. Edhe nga shteti dhe nga kompania. Ne do mblidhemi dhe do mendohemi shumë mirë se do vazhdojmë luftojmë për ta njerëz. Patjetër që do kemi një strategji, patjetër që do qëndrojmë të bëhet çfarë është më mira. Atëherë jemi për kauzën tonë, meritokraci edhe dinjitet. Çfarë pozicioni keni ju në fushën e mbajtjes? Mekanik. Prej sa vitesh? 12. Qëllimi është që zërin e punonjësve ta sjellim akoma dhe më afër kompanisë. Kemi ardhur pranë zyrave në Fier dhe do vazhdojmë do ta bëjmë edhe në ditët që vijnë të njëjtën veprim. Pra që kompania ta marrë më seriozisht grevën tonë dhe të arrijmë në përmbushjen e kërkesave tona. Strategjia nuk mund të bëhet publike, nuk kemi pse, do ta mendojmë bashkë me të gjithë kolegët, me të gjithë anëtarët. Pra nuk keni ende një strategji? E kemi strategjinë, padyshim që e kemi, por mbetet për të parë në javët në vazhdim, madje edhe ju do ta shikoni pasi këtu me ne do jeni. As pak rëndësi nuk ka punonjës. Tur t'ju vi, dhe për parë arsye, ju nuk e meritoni të jeni aty. Hidhni syt nga punonjësit, plotësoni ose ndryshe ne nuk do të ndalim. Do të fillojmë duke deklaruar të gjitha problemet dhe shqetësimet që ka fushë Marinca.